الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Qojmë selam edhe mbi shokët e tij radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in, për arsye se neve na i kanë transmetuar fen, për arsye se ata kanë bërë pyetje as të rëndësishme, sa që neve marrim mësime deri në vdekje. Një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet: "Men ahabbu an-nasi ila Allah wa ma ahabbu al-a'mali ila Allah?" Ka thënë oj dërguari i Allahut, cilë njeri e don Zoti më shumë ti? Cilë musliman e don Zoti më shumë ti? Dhe cila punë është më e dashur te Zoti xhalla xhelalu? E ka pyet për dy çështje shumë të rëndësishme. Cili njeri ka vlerë te Allahu xhalla wa ala, e që njeri është për qëllim musliman besimtar, dhe cila punë është më e dashur dhe e don Zoti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet dhe është përgjigj. Jo shton "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu xhalla wa ala është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Pra muslimani më i mirë tek Allahu xhalla wa ala është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ju bën dobi të tjerëve. E dobia ndaj të tjerëve ka forma të ndryshme të dashur vëllezër. E përfshin dobin me pasuri, kur ka nevojë dikush i del në ndihmë, e mban një jetim, e jep zakatin, jep sadaka, i ndihmon të tjerëve. Dobia e ka për qëllim gjithashtu dijen, mi dhon dije dikujt, është njeriu më i dobishëm kur e mëson dikën për një çështje të rëndësishme, ja mëson rrugën e drejtë, ja tregon rrugën e keqe në mënyrë që të largohet prej saj, ja mëson rrugën e xhenetit dhe rrugën për mu largu nga xhenemi, është njeriu më i dobishëm, sepse ta jep dobinë e dynjas dhe të ahiretit. Njeriu më i dobishëm gjithashtu është kur njeriu jep mendime të tjerëve, e këshillon dikën kur e shet duke lajthit, nuk e mban dijen e tij veç për veti, nuk e mban këshillën veç për veti, nuk e mban pasurinë veç për veti, është i dobishëm për të tjerët. Sa kem nevojë për kësi njerëz kohën e sotit, sepse wallahi ne si popull nuk i kem punë të mirë këtë çështje. Sa mundohemi me i prish di punë dikujt, sa e përgojojmë dikën, sa i qesmi pengesa dikujt, sa i gëzohemi suksesit dikujt edhe nuk i gëzohemi suksesit e dikujt. Se cili duhet me pyet veten e tij se në cilën tabor është. A është për atyre që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë "Anfa'uhum lin-nas", më i dobishëm për njerëzit, apo jemi ata që qesëm pengesa për të tjerët? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet "Wa ahabbu al-a'mali ila Allah", dhe i ka thënë puna më e mirë që e don Zoti, sururun yudkhiluhu ala muslim, me gëzuni musliman. Puna më e mirë, apo do me ditë cila puna më e mirë dhe më e dashur te Allahu, është me ja fut dikujt gëzimin në familje, në shpirtin e tij, në rrethin e tij, me gëzuni musliman. Shtrohet pyetja, sa ja kem idhtu dikujt ditën edhe sa herë?
E kem vetë në erë vetën, a i mbana shkak me a i dhëtu dikujt ditën. Me a i dhëtu bukën dikujt. Me a i dhëtu jetën dikujt. Allah i mvaj halli për këta njerëz. E i lume a i cili e bën që të gëzohet një njeri. E bën që zemra e ti të qesh. Ftyra e ti të qesh. E pejgamberi pastaj po na i tregon si ka mundësi më ndodh kjo. Kjo ka në forma të ndryshme, duke zbo zjaret, duke i buzëqesh në fytyrë, duke u gëzuar me suksesin e tij, duke i bë dhurata njëri tjetrit. Pastaj thot, au yakshifu anhu kurbatan. Una më e dashur të Zotit është me fut gëzim te një musliman. Ose thot pejgamberi, yakshifu anhu kurba, ose ja largon një breng, s'po mund të gëzu, çato që peshet mërzit, është i brengosur, ka hallë dhe dete, mundohu me ja largu, thot Resulullah, është puna me e dashur te Allahu Azza wa Jall. Sepse ka thonë në një hadith, ai që ja largon vllaut të vet musliman një breng në këtë dynjë, Allahu Azza wa Jall do t'ja largoj këtij një breng në botën tjetër. Kur më së shumë ti kem nevojë, e brenga e botës tjetër është çish me fitu xhenetin, edhe më urujt nga zjarri i xhenemit. Ai që ja lehtëson punën atij që është në vështirësi, Allahu Jalla wa Ala do ja lehtësoj punën në dynjë edhe në ahiret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Resulullah thot, au yaqdi anhu daynan, prej formave që e don Zoti prej punëve, thot ose mi alo dikujt një borxh, nëse ke mundësi. Pasha që ka borxh, s'po mund mi ia dal, ke mundësi. Kryja, ose falja. Sepse Allah Azza wa Jalla don këtë njeri. E don këtë punë. Një njeri në kohën e hershme Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka treguar për to. Nuk ka pas shumë punë të mira, obligimet i ka kry farzët e Zotit, po nafile s'ka pas shumë. Veç një punë ka pas. Ka pas borxhli shumë. Kur e ka dërguar punëtorin e vet me marr borxhin, ka thonë, nëse e shet që s'ka mundësi me dhon, shtyja vade. Po nëse shet që edhe pasi ti t'ja shtysh, s'ka mundësi me la. Falja, ndoshta Allah na fal neve. Ndoshta Allahu na fal neve, e Allah Azza wa Jall tha, ma prioritare është për mu me fal këto se ai më ia fal borxhin. Dhe ja kum fal, tha, ja kum fal gjallë. Pastaj Resulullah thot, au tatrudu anhu jawan. Prej formave të punëve që e don Allah, thot është me ia largu dikujt urin. Me ia largu urin, me ushqy. Dhe shet dikush ka nevojë për ushqim, apo don me ditë cila punë më e mira, më e dashur te Zoti, me ia largu dikujt urin. Me ia largu dikujt urin nuk kupton që gjithmonë vetëm me qenë njëri i nevojshëm për ushqim, me qenë fukara. Ka mundësi që njeriu është pasojë, po është i uritur, s'po ka kohë me ngrana zbuk, edhe ti ja hek një urin që ato momente, hën në këtë hadith. E ki një shok që don me ja hek një ditë urin, hek ja urin, sepse Allah Azza wa Jalla don këtë punë. Akrabave, të njerëzve të mirë, njerëzve të cilët ja kanë frikën Zotit, nevojtarve, kjo është puna që e don Zoti Jalla wa Ala. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot, "Wa la an amshi ma akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadha al-masjid shahra." Thot me shku me vllahun tim musliman, me ja kryni punë atij, më e dashur për mua se sa me bë itikaf në xhamin time në Medinë një muaj. Një muaj me hy në itikaf. Itikaf është me nejtë veç në xhami një muaj pa dalë për xhamis. Me bë ibadet. E thot me shku me një vëlla temin musliman, që ka nevojë për diçka, e me ja krye atë punë. Për mua është më e dashur. Edhe te Allah është më e dashur se me bë itikaf në xhamin e pejgamberit në Medinë një muaj ditë. Hadithi vazhdon hala, po ne do vazhdojmë në javën tjetër. Sepse vazhdon hala me cilësi të larta. Dashur vëllezër besimtar, sa kem nevojë në kohën e sodit të kemi këto cilësi. Ku jem bë dele në pamjen e jashtme e ujq në zemra. Ujq në zemra ndaj njëri tjetrit. Nuk kem çef me po mirë dikon, një shumicë po them, jo, se mos më kanë njerëz të mirë bëhet kiameti. Po ajo që ne shohim çdo ditë tek njerëzit, ka urrëtie në mesin e njerëzve, ka urrëtie në mesin e familjeve, ka urrëtie në mesin e popullit tonë.
ka smir, zili, hased, inat, dhe jo mi dal në krah dhe jo mi ndihmu. Dhe i dashur vëllezër, ti marrëm shembull këta njerëz të cilët Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka lavdru, Allahu azza wa jalla i don këto punë dhe këta njerëz, dhe mos ti marrëm shembull të tjerët. Ti që je në xhami nuk do të më shani njëjtë me ato që është në xhami, që s'kan dëgju kur për këto fjalë. Edhe pse ndoshta ty në hak, ta kanë inat, ta kanë zili, ti nuk dush me rënë atë drejgje të tyre. Ti dush me u treku që jeni drejgje shumë më lart se ta, sepse ti dëshiron me fitu ahiretin, ti dëshiron me fitu xhenetin. I lën të tjerë dhe llafet e tyre nuk miresh me ta, po miresh me rrugën e drejtë, me rrugën që Allah azza wa jalla është i kënaqur dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Duke lutur Allah azza wa jalla që të jenë prej tyre, duke lutur Zotin xhalla wa ala që të na mundsoj të pajisemi me këto cilësi të larta, që bëjmë dobi të tjerëve, bëjmë punë të mira që Zoti xhalla wa ala i don, ti fshehim ato, sepse kur dalim para Zotit kemi i pa këto punë të larta me sevape sa kodrat. Duke lutur Zotin ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, na bashkojë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.